Vendimi i fundit i kreut të organizatë kriminale Edi Rama dhe Altin Troplinit për të mbajtur në burg kryetarin e partisë së Lirisë, partisë dytë, partisë opozitare më të madhe të dytë më të madhe, është një akt politik kriminal që dëshmon frikën dhe tmerrin e Edi Ramës nga Ilir Meta, që dëshmon papajtueshmërinë e tij, intolerancën absolute, atërore, ndaj opozitës dhe opozitarizmit. Ilir Meta u burgos në mënyrë brutale, pa asnjë urdhër arresti, me urdhër të vetëm të Edi Ramës. Ilir Meta u mbajt dhe mbajt në burg si person në nënhetim, pa asnjë provë fakt penal. Ndaj tij, edhe pasi dorëzoi dosjen në gjykat, Altin Troplini, me urdhër të Edi Ramës, kërkoi shtytje 6 muaj të hetimeve. Kjo përbën shkelje të rëndë të ligjeve të vendit dhe konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kjo dëshmon dhe njëherë për të shumtën herë konkluzionin e Samuel Huntington se forma më e shëmtuar e diktaturave, midis të gjitha diktaturave, është bandokracia apo narkodiktatura. Huntington dhe sociolog në analizën që u bën diktaturave konkludon se narkodiktatura është forma më e keqe e tyre. Sepse, thot Huntington, kjo diktatur nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj, asnjë kriter, asnjë parim. Urdhroni pra. E kanë arrestuar pa i paraqitur flet arrestin. Sepse Edi Rama me çdo kush donte që ai të goditej nga bandit që i kishte dërguar me atë qëllim. Një person i mbrojtur nga Garda e Republikës e mbaj në qeli pa asnjë provë, vetëm urdhër politik. Dorëzojnë dosje në gjykat pa fakt penal dhe vendosin të zgjasin dhe 6 muaj. Burgun të zgjasin hetimet dhe për këtë qëllim duhet mbajtur në burg. Nuk ka kufi urrejtja e Edi Ramës për kundërshtarin politik. Ajo është identike me urrejtjen e babait të tij Xhelat, që firmosi në gusht të vitit 1988 varjen e litar të kundërshtarit politik Habzinela. Ajo është e njëjtë me dajon e tij Xhelat, Spiro Koleka, që kërkonte me 11 dhjetor
të vitit 1990 tanket dhe mitrolozat mbi studentët. Edi Rama është një njeri që udhëhiqet verbrisht vetëm nga urrejtja dhe fakultetet më të errta të qenjes njerëzore. Duke shpresë solidaritetin e plot me kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, dënoi me forcën më të madhe vendimin e fundit të Edi Ramës dhe Altin Troplinit dhe i garantoj se do përgjigjen për këtë vendim. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndroj vendosmërisht ndaj narkoregjimit të Edi Ramës, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në Europë. Faleminderit. Sot përsëri jam këtu për farsën e shëmtuar elektorale